Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të nisur sot këtë maraton të gjatë, për të komentuar, për të sjellur pranë jush momente të bukura, momente epike, momente të dhimbshme, frymëzim, emocion, mbushje shpirtërore, ngjarje të cilat na kanë mbërthyer në fakt në Big Brother VIP Albania. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë me plot emocione. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë me një surprizë, në fakt e cila ishte e shumë pritur, kryesisht nga Gjesti, por edhe nga ndjekësit edhe fansat e tij. Por surpriza më e bukur e kësaj nate ishte droni i cili mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit. Një dron ku Gjestit i dha deri diku informacion nga jashtë, gjë të cilën e përmendi edhe Danja teksa po qëndroni në verandë, të ulur dhe po prisnin që vllau i madh të rregulloj shtëpinë brenda për të filluar prajmi, të rregullojë ndriçimin e gjëra të këtilla. Danja kur e pa dronin, pasi që Gjesti ishte i pozicionuar tek sauna, tha që ky tha është një informacion nga jashtë. Do thënë Gjesti mbrëm e kuptoi që ka arritur të bën 8 milion klikime në TikTok edhe 500.000 followers në Instagramin e tij official. I lumtur, u përlot shumë nga kjo surprizë e bukur e cila mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit nga fansat e Gjestit dhe kur thonë që Zoti t'i hap dyert me gjitha të mirat dhe vetëm priti ti ato, për Gjestin në nata e mbrëmshme ishte e këtill. Gjesti mori një surprizë fantastike nga vllau i madh, ku për herë të parë në një media televizive u shfaqën prindërit e Gjestit, zonja Sebahat dhe zotëria Toni, të cilët dua t'i përshëndes përzemërsisht, ishin zotërin të vërtet. Baba i Gjestit ishte shumë qesharak, shumë natyrë humoristi, shumë pozitiv dhe të paktën u duk ku Gjesti e ka marrë këtë natyrën të cilën ai është, por edhe nëna e tij ishte një diva e vërtet, ishte shumë e bukur, shumë dinjitoze. Do të them që kishte përzgjedhur që të vinë në formën më të mirë të saj për faktin sepse Top Channel asnjëherë në asnjë mënyrë nuk i nxjerr keq prindërit apo të afërmit e banorëve. Nëna e Gjestit i la mbrëm të gjithë shqiptarët pa fjalë. Njerëz të cilët nga pamja e tyre dukeshte që kishin punuar me nder dhe me shpirt për të rritur fëmijët dhe për të siguruar diçka pas për fëmijët e tyre. Ndoshta Gjesti në jetën e tij ka bërë gabime në rrëfimin që bëri në Big Brother VIP Albania, gjithçka ndryshe nga Big Brother VIP Kosova. Gjesti tregoi që në një periudhë të jetës së tij ka përdor edhe lëndë narkotike, siç është hashashi, dhe nga ky përdorim, në momentin që ka parë lotin e tjatit në syrin e tij, do me thënë për një prind është vrasja më e madhe që mund t'i ndodhen shpirtërore, sepse prindi në atë moment thotë që unë tashmë kam humbur epitetin tim si prind dhe në fakt ndjet i dështuar në rritjen e fëmijës së tij, në edukimin e fëmijës së tij dhe në zhvillimin mendëror të tij. Dhe realisht Gjesti, një djalë i cili ka patur shumë ëndra, një djalë i cili ka patur shumë vizione, një djalë i cili ka patur shumë qëllime, është për ta duar trokitur sepse të gjithën këtë gjën e madhe ai e bën vetëm 24 vjeç. Do të thënë guximi i tij për jetë ka ardhur shumë herët. Imagjinoni 18 vjeç ai ka dalë nga shtëpia, një guxim shumë i madh për një djalë i cili ka luftuar, vazhdon të lufton për të ndjekur ëndrrën e tij. Tani ai ka ikur Gjestit koha, nuk i ka ikur se Gjesti tani ka 24 vjeç dhe është në moshën e tij më të mirën për të ndërtuar dhe besoj që është në moshë të hershme realisht për të ndërtuar, sepse gjenerata e Gjestit akoma presin që të përfundojnë studimet, ndërsa Gjesti, domethënë po bën çuditëra në këtë drejtim. Gjesti tregoi që arma më e fortë në këtë jetë është familja, do me thënë një familje që transmetuan mesazhe shumë të bukura,
Një familje që dëshironin të thonë shumë çka, por emocionet i mbërthyen, malli për të birin e tyre i mbërtheu, 2 vite një herë nuk e kishin takuar fare, pastaj pas 6 muaj një rikthim në jetë në fakt për familjen e Gjestit edhe për Gjestin dhe për dashurinë që Gjesti ka, dhe kjo e bënte këtë familje që të jenë familje e mrekullueshme, familje fantastike dhe familje dinjitoze. Unë uroj me zemër që këto të jenë të lumtur edhe të gëzuar. Tani në anën tjetër, ajo që mua më bën që më bën në fakt të lumtur që po shoh këtë familje kaq të gëzuar, kaq të bashkuar, kaq të frymëzuar për të qenë pranë njëri tjetrit, është fakti se nëna e Gjestit në një moment të rrëfimit, do me thënë të saj, ajo ka thënë që është dëgjuar në fakt në video që përshëndeti banorët të fala Eglit. Mi bëj të fala Eglit. Do me thënë është dëgjuar shumë pak se mbi të ka folë dhe baba i Gjestit. Unë e pash që zonja Sebahat dëshironte të thotë diçka mbrëm. Do me thënë në shumë raste ajo dëshironte të thotë diçka, po dhe Ledioni nuk ja dha mundësin, që në fakt të gjithë e prisnim që ajo të fletë në i muhabet, por edhe baba i Gjestit, do me thënë foli në një mënyrë shumë njerëzore, shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar që po e shikonte të birin në këtë shkallë dhe që e gjithë shqiptaria e don djalin e tij. Do të thënë ishte një frymë e mirë. Uroj që Gjesti tani këtë surprizën që vllau i madh ja bëri, të shumë kërkuar nga ana e tij, ta përdorën për të mirën e vetes së tij, të mos të ndikohet shumë nga surpriza, edhe pse nuk ma merr mendja që do ndikohet sepse Gjesti ka jetuar vetëm një periudhë dhe nuk është se ka problem këtë të qenurit vetëm në shtëpi. Uroj që të nxjerrën më të bukurën të vetes së tij, ka mbetur shumë pak më në këtë spektakël. Ledioni mbrëm e tha që të shtunën do të zbulojmë dhe datën e finales, që do me thënë jemi në prag të finales, në përfundim më të këtij spektakli, dhe shpresoj që kjo surprizë ta ndihmon pafund. Në një pjesë që fansat e kanë kapur, momentin ku produksioni fokusonte Eglin dhe fokusonte edhe zonjën Sebahat, ku Gjesti vuri kokën në kraharorin e nënës, është i vetmi kraharor që të jep dashuri, të jep ngrohtësi dhe të do pa kushte. Ai Egli tha në një moment të vetëm që zonja Sebahat që nga shumë e bukur. Dhe kjo është një lloj respekti kundërdrejt familjes së tij. Po të krahasoj me Xhenetën, Xheneta atëherë bëri luftë në Big Brother pse nuk më përshëndetën prindërit e tu, ndërsa tani Egli u soll me një dinjitet, me një qëndrueshmëri shumë të madhe. Gjesti e mbushi zemrën plot. Mungesa, gabimet, ne jemi njerëz, bëjmë gabime në jetë, dhe mbrëm morëm mesazhe shumë të forta nga familjarët e Gjestit që ne duhet të falim, duhet të jemi falës edhe duhet të vazhdojmë me dashuri drejt njëri tjetrit, nuk e kthejmë asgjë dot në botë përveç se shpirtit dhe dashurisë që ne do t'japim për njëri tjetrit. Dhe ky ishte mesazhi i Gjestit dhe familjes së tij. Një mesazh që mua më pëlqeu shumë në fakt, që një nën asnjëherë nuk e thot, janë të ralla nëna që e thon këtë gjën. Nëna e Gjestit mbrëm tha një mesazh shumë të dobishëm tek djali i saj, por edhe tek të gjithë djemtët e tjerë dhe tek të gjithë çiftet e reja të cilët tashmë po ndërtojnë jetën e tyre. Gjesti i tha që të gjithën këtë gjën unë e kam bërë për familjen. Të gjithën këtë gjën unë e kam bërë për ju. Të gjithën këtë gjën unë e kam bërë për ngritjen tuaj, për lumturinë tuaj, për gëzimin tuaj, që një ditë t'u shoh të veshur bukur, që një ditë t'u shoh të gëzuar, që një ditë t'u shoh të lumtur. Do të thënë, të gjithën këtë e kam bërë për ju, tha Gjesti. Dhe nëna e Gjestit tha që unë të falenderoj shumë, tha, ja bëri Gjestit, dhe këtë jo ta bësh gjithmonë për ne, por tha në të ardhmen, kur të martohesh, ta bësh tha të njëjtën gjë edhe për familjen tënde. Do thënë, këtu e kuptova se çfarë mirësie
gëzojnë ato prindër, çfarë dashurie japin ato prindër tek fëmija i tyre. Nëna e Gjestit ishte shumë e lumtur, me sa unë e pash në sy, që Gjesti po bën këtë lojën dhe po gëzon lumturin dhe kënaqësin. Ajo i tha që të lutem kënaqu brenda shtëpisë, gëzohu brenda shtëpisë, lumturohu brenda shtëpisë, edhe në asnjë mënyrë mos u merr me faktin që unë si djalë, unë si burr, apo unë si mashkull, jam dështak, por thjesht gëzo, lumturo dhe luaj. Ajo i përshëndeti të gjithë banorët, unë do kisha dashur nga ana e prindërve të Gjestit të marrë edhe mesazhe për atë se çfarë ka ndodhur në shtëpi, por nuk e di, Ledioni nuk i pyeti fare, domethënë ja la Gjestit të gjithë momentin që të gëzonte me to, të dëfrehej me to, të lumturohej me to, dhe ky ishte mesazhi më i bukur dhe më domethënës në Big Brother. Ajo që unë mbrëm pash ishte një si duhet ne të ruajmë familjen dhe si duhet ne të duam familjen dhe të respektojmë njëri tjetrin. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Ju lutem më komentoni si ju duk takimi i mbrëmshëm në Big Brother.